Javët e fundit, mediat ndryshme kanë sjellë në vëmendjen e publikut lidhjet okulte të deputetes Partisë Socialiste dhe kryetares së Komisionit Parlamentar të Ligjeve Klotilda Bushka me kreun e 5D dhe pronarin faktik të insenatorit Tiranës Erion Veliaj. Madje raportimet e fundit mediatike shihet qartë se Klotilda Bushka vihet në rolin e sekseres së çiftit Veliaj dhe të krerëve të drejtësisë së re si Naureda Llagami. Kryetarja e Komisionit Parlamentar të Ligjeve u denoncua pak javë më parë nga emisioni investigativ Plug në Syri TV si një ndër hallkat kryesore të zinxhirit korruptiv që përfshin çiftin Veliaj dhe shoqatat e kontrolluara prej tyre, me në krye Institutin Benusi dhe OJF-t Byla dhe Shizi. Ditën e djeshme, Ora News, një media tjetër e sulmuar barbarisht nga kryebashkiaku i Tiranës, pasqyroi prova dhe fakte të reja se si Bushka në shkeljet e ligjit dhe të pavarësisë institucioneve e përdor detyrën si kryetare e Komisionit Parlamentar të Ligjeve për të shkëmbyer favore. Nga bisedat e publikuara ditën e djeshme që datojnë në periudhën nëntor 2023 dhe janar 2024, rezulton se Klotilda Bushka përdor jo vetëm restorante luksoze, por dhe zyrën private të familjarëve të Veliajt dhe aplikacione të sigurta komunikimi, si Telegram, për të bërë biseda dhe pazare në shkeljet ligjit duke shpërdoruar detyrën. Në këto biseda, Bushka i ofron ish kreu të KLG-s, Llagamit, mbështetje për zgjedhjen e saj në gjykatën kushtetuese, kur kësaj të fundit t'i mbaronte mandati në krye të KLG-s. Në këmbim të ndihmës që Bushka kërkonte nga ata që kishin shqyrtimin e dosjeve hetimore në apelin e GKK-s, ajo ofronte emrimet në kuvend dhe vijimin e karrierës në sistemin e drejtësisë së re. Kur siç shprehet në bisedat e bëra mediatike, Llagami e kupton se Bushka po e gënjen, ajo vetë pranon dhe se Veliajn nuk e zë viti, duke paralajmëruar kështu burgosjen e kryebashkiakut të Tiranës. Bisedat, shkëmbimet dhe tratativat e Bushkës dhe njerëzve të saj me drejtuesit e sistemit drejtësisë nuk janë më shumë se pazare kriminale në kurriz të ligjit dhe të qytetarëve të Shqipërisë. Kur sheh këto biseda, në fakt e kupton mjaft qartë se cila është këneta dhe se kush janë zvaranikët të cilëve shqiptarët duhet u heqin vizën një herë për gjithmonë më 11 maj të këtij viti. Të nderuar qytetarë, kryetarja e Komisionit Parlamentar të Ligjeve rezulton tashmë e regjistruar në regjistrin përkatës së njoftimeve si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës parashikuar nga neni 301 i Kodit Penal. Pra, deputetja që drejton Komisionin Parlamentar, ku diskutohet çdo akt ligjor dhe nënligjor që prek reformën drejtësi, rezulton se ka penguar hetimet e SPAK, duke ndihmuar në shkatrimin e telefonit si mjet për provat e korrupsionit të çiftit Veliaj, duke orientuar dëshmitarët të japin dëshmi të rreme, duke penguar hetimet për të mësuar se kompania Guacke të çiftit Veliaj kishte adresën e shtëpisë së vetë kryetares së Komisionit Parlamentar të Ligjeve. Të gjitha këto akte janë të dënueshme moralisht, politikisht dhe penalisht. Sot, Kuvendi i Shqipërisë është në rrezik, sepse Edi Rama ka dhënë mesazhin publik se kush pengon të zbulohet korrupsioni, ka mbrojtjen e kreut të organizatës. Ftojmë çdo qytetar shqiptar që më 11 maj t'i jap përgjigjen e merituar kësaj organizate kriminale, që ka marrë peng prej 12 vitesh tashmë fatin e shqiptarëve dhe që sot formalisht quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Ju falemnderit.